Agim, atëherë, cila është flota e mjeteve? Është përmirësuar, ndjeshëm? A ndjeheni mirë ju me të flotë që keni? Bashkia e Mirdit aktualisht ka 6 automjete. Ato janë të ndarme si mas tipologjisë tyre. Pra që kemi në 2017, unë aty kam gjetë 2 automjete. Një automjet që është vetëm për aksidentet, që ka këto presat hidraulike për hapjen e automjeteve metalprerse. Një tjetër është që kemi automjetin kryesor që është në kapacitet 3 ton ujë. Kemi edhe këto do të falenderoj donatorin zonin Ngraf, që në 2020 bërit mundur për stacionin Zarfix Mirditës sollin nga Austria një automjet Alpin Zarfixe me kapacitet 1 ton ujë, që ajo jep një situatë të zjarreve në zonat të thella malore është shumë efikase. Kemi edhe një autobot që jashtë, autobot ujë 13 tonësh,